Ka nisur zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryedemokrati Sali Berisha kishte rezervuar sheshin Nën Tereza një natë më parë, nga ku prezantoi të gjithë kandidatët për deputet. Krah kryedemokratit Sali Berisha ishte Krisla Civita, strategu i fitores së presidentit Donald Trump. Kolona zanore që ka shoqëruar Berishën, që me sa duket është përzgjedhur për këtë fushat, ishte Eye of the Tiger nga Survivor. Këngë që gjithashtu na kujton filmin e Rocky Balboa dhe që flet për një ringritje. Kjo është ajo që kërkon Partia Demokratike të bëjë, të rimarrë pushtetin pas 12 vitesh. Nga ana tjetër, Partia Socialiste kërkon një mandat të katërt, duke premtuar pasaportën evropiane. Fushata e Ramës do të shoqërohet nga një këngë e bërë posaçërisht nga reperi Rigel Srajku, i njohur gjerësisht si Noizi. Një natë më parë, Partia Socialiste zhvilloi një takim me gratë kandidate për deputete në të 12 qarqet e vendit, ndërsa sot në orën 12 u mblodhen të gjithë në sheshin Skënderbej. Në fjalimin e tij, Rama u fokusua në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që atmosfera mbizotëronte me këngë të gjitha krahinave shqiptare, pasi kishte të ftuar këngëtar të ndryshëm. Gjithçka kulmoi me ngjitjen e Noizit në skenë, i cili dhe në një postim në rrjetet sociale ka shpjeguar bindjen e tij. Reperi thotë se nuk sheh programet e partive, por individët, dhe se ndon se dikur familja e tij ka qenë e djathtë, sot nuk janë mbush mendjen askush përveç Ramës. Fushatën e kanë hapur edhe partitë e vogla. Partia Mundësia, e drejtuar nga politikani Agron Shehaj, e çeli duke lëvizur me autobus nga veriu në jug të vendit. Koalicioni Nisma Shqipëria e hapi në Vlorë, ndërsa Lëvizja Bashkë e Arlind Qorit do ta hapë zyrtarisht fushatën elektorale më 13 prill në Fier në orën 10:30 te Teatri Bylis.